veçanti tjetër që karakterizon Monakon, Monte Carlon, është edhe parkimi I super mjeteve luksoze, cilat parkohen këtu tek kazinoja e Monte Carlos, siç janë edhe për shembull kjo Fiat 500. Kjo është një nga mjetet më luksoze, cili do të parkohet këtu tani përpara kazinos Monte Carlo. Është edhe kjo pse kjo është një makinë shumë e thjeshtë, bazike. Normalisht e ka një pensionist I rëndon këtu që mund të marrë 80.000 lekë, 100.000 lekë muaj pension. E pensionist që s'dia si japin makinën. McLaren. Ster e zi, si që është, si buburrec. Ferrari. Kështu ka pas gjyshim një kështu traktor. Se kam kuptu në herë këtë pjesën e kësa, hajde ki kalamojt, vish bësh foto me makinën e tjetrit, edhe Porsche. Audi, këta e makinat thjeshta që një pensionist me to, këtë 80-70.000 lekë pensionin muaj, I merë, po këtë Fiatin nuk para e marrin gjithë. Është një nga makinat më shtrejta, edhe e harxho dhe shumë muaj, do të kesh të marrësh kredi, edhe çunat. Por ato që kënaqen më shumë këtu janë ato që punojnë për të parkuar këto makina këtu, që punojnë tek kazinoja këtu. Po që I parkojnë këto makina ja erdhi tjetra tani, po kjo është një makinë thjesht fare, domethënë bazike që ka pensionisti më I rëndom. Po thoya këto çuna që I parkojnë domethënë marrin bakshishe kështu. Si është e kompjuter komplet. E se harrova me thona edhe për vete, se kënaqësi më të madhe kam edhe unë këtu tani. Teksa I filmoj këto makinat. Po kënaqem, po prit. Po I prit domethënë këto makinat. Po. Ky ishte pronari. Ky që foli tani ishte pronari I Monte Carlos. Është më lartë si principi. Dhe të slejohet me filmu. Unë nezë dhe kjo tjetra dhe. Ki që zhurë me bona jo. Imagjino të keshi makinë tjetër, kujt e zhurë. Kjo është jeta. Tjetër jep makinës, ne bëjmë video. Ja mba rrisin, pozicionet, dikush lartë, dikush poshtë. Ajo pastër. Imagjino si është porta aty ku nesër, po e mbyll. Ja, pasha ja, për këtë kisha fjalën, për këtë lloj porte domethënë. Ike Allah, I futi lër bilard.